Ton të drejt për drejt, mua më thot regjia që Adratin Lapajn e kam në lidhje të drejt për drejt dhe shohim dhe ja ku është. Lapaj, përshëndetje, faleminderit që u lidhet me ne. Në forma të ndryshme na del përpara ti dhe duket që kokfortësia për të ndonjur atje në një kuptim ka krijuar një dinamik të re, po për këtë un kam nevojë të pyes ty si më poshtë vijon 2 pika. Rivalët politik, qeverisja e vendit vazhdon ta shohi këtë lëvizje të Lapajt për momentin përpara në afërsi të kryeministrisë si një element egzotik të Tiranës së sotme, apo ka krijuar një tjetër analizë dhe thon ky djalë e ka me vërtet dhe duhet ta shohim me vëmendje? Shiko, çdo flak nis me një shkëndi praktikisht Adi dhe që regjimi i Edi Ramës shumë i shqetësuar nga çdo reagim real. Kjo vërtetohet nga fakti që në 7 ditë e fundit policia e Edi Ramës ka ardhur 4 herë dhunshëm me numra shumë të mëdha dhe për gjëra krejt banale. E para një herë për çadrat vogla kampingu, a thua se po sekuestronin toneladat e drogës që ka 3 vite që nuk sekuestrojnë në Durrës, edhe pse të gjithë dim që kalojnë pafund, sipas raporteve ndërkombëtare. A thua se kishin sekuestruar tanke apo armatime të rënda të grupeve kriminale. E dyta, generatori që ne kërkuam për të sjellë energji pasi Bashkia Tiranë nuk na jep energji. Më gjeni Adi një protest në kaq vite në Shqipëri që nuk t'i jepet energji nga Bashkia, domethënë. Nuk japin energji. Duam patjetër që kjo të shuhet si koncept proteste. Dhe e treta, dje duke na hequr dhunshëm nga vend bazimi jon i protestës pa një arsye objektive. Kështu që unë mendoj që ata nuk duan asnjë vatër këtu sepse e dinë që kjo shkëndi me gjithë skandalet që kanë në përkëmbë dhe që 2 dolën vetëm sot, 2 që mjaftonin këto të dyja errëzojnë çdo qeveri, domethënë unë jam i bindur që ka shumë të tjera këto ditë që ata nuk duan në përkëmbë asnjë shkëndi, asnjë flak të vogël sepse e dinë që shumë shpejt flaka do të bëhet e madhe. Unë dëgjova ndoshta dje kryetari i Partisë Demokratike Doktor Berisha bëri një mbështetje publike entuziaste të kësaj veprimtarie, të kësaj proteste, të këtij veprimi, aksioni, jo domosdoshmërisht personal, është padyshim dhe personal, po është padyshim edhe nga grupimi që të mbështetë njerëzit që janë aty me ty. Dhe në këtë rast, kjo automatikisht e shton në mënyrë eksponenciale të paktën interesin ndaj saj. Në këtë sens, a do kishe dashur ti, a do kishe bërë ti një thirrje që të ketë mundësi të ketë edhe një prani fizike të njerëzve që mbështesin opozitarizmin në këtë vend për të qenë fizikisht edhe qoftë duke kaluar gati në respekt të xhiros së dikurshme në bulevard, por për të treguar edhe numra përveç pimpancës së aksionit, tani duhet të treguar edhe forme përmbajtje e numra të saj. Pra keti një thirrje mbrapsht për njerëzit që mbështesin, kanë ndjeshmëri opozitare apo mbështesin opozitën në këtë vend? Unë mendoj që